Pas dështimit të votimit për qeverin, përfaqësuesit e partive politike u deklaruan lidhur me qëndrimet e tyre, derisa lëvizja vetëvendosje, e cila nga zgjedhjet e fundit doli si partia më e votuar, akuzoi partitë e tjera për bllokim të proceseve shtetërore. PDK, LDK, AK u deklaruan se vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje dhe ministri në detyrë i financave Kuran Murati deklaroi se partitë tjera po veprojnë nga inati, ndërsa LVV-ja ka respektuar afatet kushtetuese. Sa herë që neve na është dhënë mundësia për të propozuar, për të kryer detyrën tonë, ne kemi bën një gjatë tillë. Ata që kanë zvarrit, qoftë konstituimin e kuvendit, qoftë edhe tash mos formimin e qeverisë, sepse zgjodhen inatin politik para interesit shtetëror, kanë qenë deputetët e partive opozitare. Albin Kurti nuk do t'jetë më kryeministri i Kosovës. Nuk do t'jetë më as prej zgjedhjeve të shkurtit, as prej zgjedhjeve të ardhshme. Epoka e qeverisë së tij ka marrë fund dhe u dëshmua edhe në fjalimin e tij të gjatë, po pa substancë, që siç e thash edhe në foltorën e kuvendit, më shumë ishte një requiem për qeverisjen e tij të kaluar. Ne po shkojmë drejt procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, po është tepër e rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës ta kuptojnë që partia fituese, e cila në zgjedhjet e fundit mori 42% të votave, po e kthen besimin tek qytetarët për shkak të mungesës së paaftësisë së tyre për të formuar një koalicion qeverisës. Mendoj që prallave të lëvizjes vetëvendosje ditën e sotëm me këtë votim i ardhur fundi, edhe e posh këtë ish-ministrin se ende filloi me akuzu partitë opozitare për vota. Unë s'kam pa kurrë në historitë të njerëzimit, njëjtë kanë vepruar edhe në periudhën kur është kërkuar që të konstituohet kuvendi. Ne sot votuam abstenuar. Kemë në konsisterim qëndrimet që kemi pasur deri më tani. Nga presidenca kanë thënë se do t'i ftojnë partitë politike për konsultime brenda afatit kushtetues.